Jim Curtis zbulon sekretin e lidhjes së tij me aktoren e njohur. Jim Curtis ka folur hapur për mënyrën se si menaxhon marrëdhënien me të dashurën e tij, Jennifer Aniston, duke theksuar se riparimi i konflikteve është çelësi një lidhje të qëndrueshme. Gjatë një podcastit publikuar në 12 shkurt, eksperti i shëndetit dhe mirëqenies u shpreh se marrëdhëniet ndërpersonale janë arsyeja kryesore e ekzistencës tonë. E vetmja arsye pse jemi në këtë tokë janë marrëdhëniet. Riparimi është pjesë e saj, tha ai. Ai, i cili u lidh për herë të parë publikisht me aktoren në korrik 2025, tregoi se ai dhe partnerja e tij kalojnë shumë kohë bashkë në shtëpi, si çdo çift përballen edhe me momente tensioni. Mund të rim të heshtur, të zemëruar, të largohemi nga shtëpia, ose mund të themi kjo ndodhi, më fal, dhe të riparojmë situatën, në shprehur ai. Sipas tij, çelësi është që të dy partnerët të jenë emocionalisht të hapur dhe të gatshëm të punojnë për mbi veten. Nuk mund të rregulloj unë ty, as ti mua, por duhet jemi dakord si ti trajtojmë situatat, tha ai. Thashë themet për romancën mes Curtis dhe Aniston nisën në korrik viti 2025, kur ata u panë së bashku në Majorka, Spanjë. Çifti e zyrtarizoi lidhjen në Instagram në nëntor me një postim romantik nga aktoria për ditëlindjen e tij. Sipas burimeve pranë çiftit, aktoria ndihet shumë e lumtur dhe e qetë në këtë marrëdhënie, cilësuar si më e pjekura që ka pasur ndonjëherë.